Pas një ndërprerje bisedimesh mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, negociatat pritet të nisin këtë të premte të 6 shkurtit. Ministri i Jashtëm i Iranit shkroi në platformën X se bisedimet pritet të nisin rreth orës 10 në Muscat të Omanit dhe sipas medias amerikane Axios, planet për takimin u vendosën pasi udhëheqësit arab dhe mysliman ushtruan presion ndaj administratës Trump, që më pas pranoi takimin për të vijuar me rrugën diplomatike. Negociatat Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit priteshin të rinisnin në Stamboll, por siç duket pas njoftimit të ministrit të jashtëm iranian, gjithçka është anuluar në orët e fundit. Ende nuk është zbardhur një rendi ditës i takimit të së premtes midis SBA e Iranit pa praninë e vendeve të treta, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga Irani që të jap fund procesit të pasurimit të uraniumit e të kufizoj programin e raketave. Ndërkohë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump i pyetur nga NBC News se nëse Ajtollah Khamenei duhet të shqetësohet aktualisht, u shpreh se do të donte që ai të jetë i shqetësuar, teksa ka shtuar se Irani po përpiqet ta rindërtojë programin bërthamor.